tradicionale, të miksuara, festive gjatë gjithë vjetorit, dhe sot jemi pikërisht tek tradicionale dhe festive në të njëjtën kohë, siç është kulaçi i gjelit të detit. Po të dashur Anvisa, ne ju treguam pak më përpara dhe mënyrën se si do ta përgatisim kulaçin dhe kulaçin që do ta bëjmë pa sod, dhe e kemi bërë të thjesht, vetëm me vaj edhe me ujë të vakët, krip. Asnjë gjë tjetër. 1 filxhan vaj, 1 kilogram miell edhe ujë të vakët. Shikoni tani se sa i butë është. Ky bëhet i butë sepse e kemi punuar mirë për një 15 minuta, ndërkohë e kemi vendosur edhe në një membran kuzhine, kjo e zbut akoma edhe më shumë edhe e bën që të vi brumi, dhe na bëhet një brumi mirë i shkrifët dhe s'ka nevojë që të hidhni sodë, sepse soda ju thash që vjen ajo era mos më paragjikoni, nuk ju paragjikoj, në vende të ndryshme, në treva të ndryshme, ka mënyra të ndryshme për të përgatitur. Provojeni dhe kështu, sepse vërtet do të ngeleni të kënaqura, do një mundim në të punuar, por dijeni se ajo fiton elasticitet, i ka këto kuzhina. Kuzhina ka sa sekrete të vogla që po i vëni juve në përdorim, dijeni se keni fituar, do me thënë keni marrë atë rezultatin e dur. Ne do ta tregojmë tani më mbrapa dhe se si bëhet, do me thënë si hapet kjo, se nuk hedhim as vaj tani më, as i lyejmë vaj tavën dhe as i hedhim vaj sipër.